Atëherë jemi ne e keqja vetë, që promovojmë të keqen. Shiko, jemi ne, sepse ne s'kemi arritë, sepse grejmë... Modelet e mira nuk është se nuk ekzistojnë. Ne kemi ngritur familjen... Ne promovojmë modelet që kanë familjen, shkatruam arsimin, shkatruam kulturën, shkatruam median, dhe politika pastaj është konglomerat i gjithë pisliqeve që të mundshme që ka Shqipëria. Politika arriti qëllimit. Dhe ajo politika arriti qëllimit. Politika ty të bën ligjet, të bën politikat sociale, politikat e kulturës. Dhe ka kanë mbyllur gojën dhe intelektualve. Intelektualët janë strukur, për ku mençurit dhe nuk dalin më vetëm ke kapja lagjes. Ja kaq shumë të rëndësishme. Një sekond. Dhe ju jeni dorëzuar, ose jeni dorëzuar, edhe të mençurit janë dorëzuar. Po. Edhe Erion Kristo thot jam dorëzuar. Jo, s'kam thënë kur jam dorëzuar. Unë kam thënë nuk më plas fare, jo jam dorëzuar. Kam dalë pension. Jo, më jo. Kam dalë pension. Po mirë, një sekond, si ma shpjegon ti mua tani me mendjen tënde, që janë 3 milion njerëz që shikojnë ty vetë që puthen. Hajde puthemi një herë tani, të marrim ja 5 milion shikime. Ja, marrim gjithve, kupton? Se tani që po e mendoj... Ja, ku e ke? Po, do miliona. Nuk e... Ore, një sekund, o Eva. Kanë parë një jetë ta njeri duke puth? Vdishën për parë njeri duke puth? Dëgjo, ne nuk dorëzojmë. Dhe ku e puthi në qaf? Në qaf, as nuk e puthi ta mam. Ti shtë në puthi e be lap, në një bukur. Në qaf. Mos... Kështë e? Mori Buri Ornelis? Jo vla, rinjë qëtë se... Rezi, Shërin qëtë se... intelektual. Se s'ka nevoj të më marrë ti mua, se mera jo tjetra direkt. Erion, ne nuk kemi dorëzuar, po ne nuk dëgjojmë. Po pra nuk dëgjojmë. Sepse është një turme madhe njerëzish, dhe kjo është shoqëria jonë, sepse zotëria foli për një shoqëri që ka me mira vjetë që bën hapa të natyrshme drejt kulturës dhe misioneve. Ne s'kemi as kulturë, as mision. Ne jemi një konglomerat futja kot. E të shoqëria futja kot. Që njeriu në nderuar ti si jep vend. S'ke modelin. Rol modeli kene nuk është. Dhe në kohën që s'ka rol model ti do kesh jo atë brez, po edhe brezi që vjen. Do jesh shumë keq. Ne kemi besuar vendin, njerëzve që të paktën neve kemi me një mënyrë kemi votuar apo i kemi besuar aty ku janë, që ndërtuan në 28 qytete, 25 burgje. A ju duket normale? Në një kohë që ne s'kemi teatr, ne s'kemi kulturë. Asgjë, Tirana s'ka muze. E di çka ka të keqe ky popull? Sepse ti po ndërtove skalla, ka një bazë që është elementi i hipokrizisë. Do me thënë, në ka popull më hipokrit, paktën më aq popull sa mund të njohën dhe njohë mjaftueshëm, se ka mundëstuar mjaftueshëm, në ka popull më... Që sot as jetë vërtet. Do me thënë, më hipokrit se sa... Ore, e shanin ata që shikonin. Përveç ata që shikonin, e shanin, ata që shikonin. Ata që shikonin, këta që shikonin, dhe ata që se shikonin farë dhe po këta më qa kanë që e shofin. Do me thënë, kur ne vim dhe themi që politika bëri këtë, shoqëria bëri këtë, ata vendosën, ore, këta, ne i vumër, ne. Nuk i vuri një... E tha Eva. E me gjitha të... Në një, më falë, në një kemi dakordsuar të tërbashk. Për deri sa e kemi dakordsuar, do t'i mbajmë. Kaq. Po ne kemi fuqin për ta ndryshuar këtë situacion. Një sekond, a mund ta